knasi e madhe. Që kjo, a është provokim nga ona jote apo jo? Jo, sa provokim, se provokim. Okej, jo, veç menova për shkak. Ja, mos, bëj provokim kërkunja. A, me shku në Serbi, me këto, Jo, për shkak që... Me të vërtet ka punë. Për Albin Kurti. Amin inshallah. Jemi në Mitrovicën veriore, më saktësisht në urën më 3 që është ndërtuar vetëm pak javë më parë, pikërisht nga qeverisja e Albin Kurtit. Po ashtu kjo po shihet edhe si rezultat i kësaj qeverie për arsye që shumë prej qytetarëve edhe mbrapa kamerave që nuk pranuan që të prononcohen për shkak të etiketimeve që po i marrin, por nga pas kamerave na thanë që pikërisht ura më e re në Mitrovicën veriore është si rezultat i kësaj qeverie dhe padyshim që nuk e mohojnë dhe që thonë që edhe metodit të vazhdojnë të ndërtohen ura të tilla për bashkëjetesë më të mirë ndërmjet shqiptarëve andej dhe këtej urës. E ne në vazhdim po ju lojmë me pamjet edhe me bashkëbisedimet me qytetarë. Mërgjimtara ju? Jo, mërgjimtarja, po. Okej. Qysh është hapjen e urës? Shumë mirë, ja për sa njeri po vjen, për viziton. Okej. Knasia. Okej. Mu pëndohet knasia madhe. Që kjo, a është provokim nga ona jote apo jo? Jo, sa provokim, se provokim. Okej, jo, veç menova për shkak që... Jo, kjo është dëshirë e mas pari, se provokim... Se një qytetar ma që tje, ma po Shqipunje që e kom qitu më farë, pas ka me provoku një qytetar serb. Ja, sa provokim. Së mendon që është provokim, për sa sy që e po ta Shqipunje. Aj po del, vorë se ta preka këtë. Jo, më stani. Aj është aty naj serb, po aki e katë... Kryqin. Po ja, kryqin, ja, diska naj... Unë për veni jemo, s'boj provokim kërkunja. A, me shku në Serbi, me këto... Jo, për shkak që shpesh konsiderohet si pjesë e Serbisë, Aj që e konsiderohet mas pari nuk është shqiptar. Jo, po menoj serb, dhe konsiderojnë Mitrovicën veriore. Qa menon aj, zotni, unë jam katazysh jam, stërdysh jam u konë për i plane. Aj dhe të konsiderohet që adon, a unë e jo. A menoni që ora e re është pikrisht arritje e qeverisë Kurti, Albin Kurtit? E ti personalisht? Se su maru ma përpara kjo. Qka e ko që thëjmë popullit, zbëm jau? Ja. Nuk, që tash, ti si gazetar, e kina i kolegë vjetër. Unë e sot e kësyra një video që shi kanë gju me gurë dhe i kanë thonë hup një piktuj se kjo është Serbi, edhe s'ka gudzu me shku gazetari, me bo këso. Që tash unë në shkoj, që po do në po shkoj, lirë. Edhe më kom, tash në njiftaj si provokim. Apo një është hera po që po vja e konë? Ja, 2 herë kjo. 2-3 herë. Apo një është krenor ta mënë? Po, vëlloj. Me të plet zeme. Qysh është qeverisin Albin Kurti dhe që tash? A i e kinasht? Prej nishit e në dhejtë, so vlerësë? Unë e plotësisht, dhe me kinasht. A dhe plotësisht. Mas pari, për shamë që qitë Mitrovic, nëse ani shqiptarë se njën që jo në regull, atë është nuk më e kuptoj. Se partive tjera po thonë që ja u kena lonë hazer, këve që ka implementu që ato. Va, tash qëre, tash ata që a thujnë, aja të kretë jetëra. Ama 50% publik që e votoj, dhe i dha që tash, diçka është një farë suksesi, se tash la bari sa hajna kretë. Ky 50% që po shihet si edhe merite prej anës tur për shkak që mërgjimtarët ja kanë jopë. Mërgjimtarët ja kanë dhonë, po bojmë shamë në janë 20%, 30%. Okej. E këta tjerë, ku jenë ta tjerë? Okej. Trujtëm. Kosovës. Edhe po shita e krejt, e qiti zdo komun, do mund ka fitu vendosja. Edhe unë personalisht, edhe pse jam gazetar e shfoqi publikisht që votoj Albin Kurtin gjithmonë. Edhe mendoj që çdo sen është merit e tina. Pa e keni mesazh për krejt që ta gazetarë që po i vërsulën të nguën, a mendon që edhe ata janë të shitun diku edhe ata sa so vuhën, adhe miro analistat e gazetarë. Po, sa so vuhën, adhe me thirrmendje. Nëso gazetar. Po. Adhe nëso gazetar. Jo, këto gjysa servile janë, fatkeqësisht. Ato shaj ka me servile edhe dikurna i vje vakti.
që qojnë në Serbi, atje e një vetë ma mirë vorti. Saj, aja ke po, qa flosin ata edhe televizionin sot po flet. Qashtu. Ma shumë flosin të atun, këtë se so atje. Me ek Albin Kurtin, po, Serbi, televizionin. Po, qashtu. Edhe shqiptari. Ta shumë qysh se shqiptar me homë do të me ek Albin Kurtin, kjo diska s'po përputhen. Një mesazh për Albin Kurtin edhe krejt ata qytetarë që e kanë votu. Qëre, i dëshëroj Albin Kurtin. Nëse e shekit video aj. Nëse e shek video edhe kam qëtu në vëdojnë jam për krasit i flakt, edhe veç i roj sukses edhe shëndet. Shëndetin, po. Edhe sukses edhe shëndetin të dyja, edhe zoti... Faleminderit shumë, e pofshim Mitrovicën soma të bashkume. Po, edhe për mu bashku, për mu, për tjetër kohë nuk e di. Bëni shqipojnë para kamerë, tani. Respekt, faleminderit shumë. Pjene urës. Edhe ameneni që është rezultati Albin Kurtit a i qeverive tjera. Ja, që të mësë vete këto që me Albine, mu. Pse me cilin je? Jo, nëse me asë një, po së është merit Albine. Amenon që është merit Albin Kurtit? Po, gjithë ka kontribu, po aje ka... Cili pak ma shumë? Aje ka bo finishin. A i finishin, a? Që sheshe, apo një është krenor si qëtoj Mitrovicës? Po, normal. Normal. A kini mesazh për Albin Kurtin? Zëne që është të këshuj që të video një mesazh për Albin Kurtin? Nësë të me dëshëroj sukseset ma të tishë. Suksese? Vlasme. A menon që ko me vazhdo ende me punu qështu për Mitrovicën? Nëse punon mirë, ka me vazhdo. Qysh është rahatia, bashkjetesa në mes serbëve këto dhe shqiptarëve? Pa, s'po di, jetaj bashkëtu, po me gjithë atë, ka kontaktin mes njerëve, po do më hanë ato momente. Ma mirë se që ka qenë është. Normal, Respekt, faleminderit shumë, punë borë. Përshëndetje. Një storje interesante që një qytetar i Mitrovicës ma tregoj banesa në mbrapa me para disa viteve kur nuk kanë ekzistu fare dhe kur s'ka qenë këtu ura e re tashmë fare. Në pjesën tjetër ku po shihet, në pjesën tjetër këtu kanë qëndru, dhe me thonë, ushtarët francez, edhe në atë ku qytetari më tregoj që për me kalu anën tjetër mbrapa banesave, për me shku prej kësaj ane në anën tjetër tek dojt e tij, tha më është dasht me marrë leje edhe më është dasht fillimisht nga serbët e veriut këtu që kanë qenë, këtu sepse ka ekzistu vetëm një prusk e vogël e ujit, tha më është dasht me marrë leje për me kalu anën tjetër nga këtu, për me kalu anej, për me shku tek dojt e tij. Hiq më larg se të dojt e tij dhe tashmë tha që me qeverisin e Albin Kurtit edhe me Albin Kurtin në krye gjithçka ka ndryshu, tashmë dalim pim kafe, ecim shlirë dhe gjithçka është më ndryshe, teksa para disa viteve siç e përsërita për me shku tek dojt e tij është dasht me marrë leje nga ushtarët francez, nga serbët e veriut për me mujt me kalu tutje. Edhe realiteti tashmë është kë, fol qeverisis së Albin Kurtit po ndërtohen ura që i lidhin shqiptarët me serbët. Po është a je për e forma sportore të qka? Qysh po është këtë hopjen e urës drejt? A mendon që është hap pozitiv për matutje? Çka mendon? A mendon që duhet me ndryshu diçka, me u bë diçka më shumë për Mitrovicën apo është okay deri më çtash? A je kënaqur specifikisht me qeverisin e Albin Kurtit çka ka bërë për Mitrovicën? Se ka premtu shumë edhe a mendon që është të shku hopa dhe Normal. çish i ka premtu? Diçka tjetër çka keni mesazh për a mendon që kjo ura ku jemi aktualisht është si rezultati i qeverisë së Albin Kurtit specifikisht?
Mendoj që po. Menon që ati është, a? Tina, gjithçysh. Çka do të më bëhet diçka tjetër për Po tash këto ullat lidhen familjar, lidhen miqësi, lidhen shoqëni, lidhen kontinente, normal. Pa urdhë nuk kena zhvillim. A mendon që jemi të shku drejt një bashkëtesë çdo ditë më të fortë me serbëve dhe shqiptarëve? Po, kjo është rezultati i asaj, me të vërtetë që po. Se ai ka pas një udhëheqje që jo kon diktatorë. Okej. Ai tash me qëtu E ki fjolën për onën Serbisë, po. Serbisë, po. Tash ata shohin që kjo është rezultati i bashkëpunimit. Se do të me jetu në Kosovë, s'ka ku me jetu në gjithë. Pa mendon që Vučići po i infiltron këtë rast serb këto që jetojnë kundër Albin Kurtit dhe kundër neve si shqiptar? Ata vendas që janë këtu besoj që nuk e menojnë qituar. Okej. Se s'kan ku shkoj, realisht. Okej. Ata nuk menojnë që është ma mirë dikun tjetër se që kanë vendin e vetë qëtu. E kanë pasuninë e vetë qëtu, kanë pas tokat e vetë qëtu, kanë gjithat vetë qëtu, kanë jetu me qëta shqiptar, kanë punu me qëta shqiptar, edhe s'kan pas presion për shqiptarëve asnjëherë. Po pse politika ka dikuar, ato janë faktorë që janë pa rezultate që janë kont gabume. Për jashtë Prishtinës, në rast se do të hipej mundësia, do ta zgjidhë se vend dytë për me jetu Mitrovica. Po kisha thonë kisha jetu, po për jashtë Prishtinën. Po jashtë Prishtinën, po tash pasi kanë kalu kohë, doja nuk e kam ata ambicie. Po ata do ta zgjidhë se vend dytë. Nëse, Kisha zgjedhë që s'kam kurrë kundër. Pro je i kënaqur. Jam i kënaqur normalisht, se është vend i mirë, Se në që po e sheh Albin Kurti këtë video dhe po të sheh ty çka i kishe thoni mesazh atij. Ato që kisha për të gjatësi, kisha dhonë yme, inshallah Zoti i jep shëndet, se me të vërtet ka punë. A mendon që do të më pos Kosova për disa vite si kryeministër? Ajo populli ka dhënë. Populli ka dhënë dhe me të vërtet besoj që po. Po ta populli Badeovi që çfarë do të na. Po, normale, populli ka dhënë. Nuk është kjo e vjedh, as nuk është kjo janë bindur që ka pas rezultate. Është i bindur që kanë bindur në rezultatet e veta në fjalimin. Është një pikë pyetje se do të më votu Mërgota. A mendon që do të më vazhdo me votu prapë Mërgota në Kosovë? Mërgota ka votu ato që ka votu. Po thonë s'bën më përzi Mërgota, mos s'po jetojnë këtu, nuk po bashkë ngjen me ne dhe gabim është se Mërgota është e para që pe viteve 90 na ka marrë gjallë si popull çka. I ka marrë gjallë arsimin, i ka marrë gjallë qeverinë e Rrugovës, i ka marrë gjallë gjitha institucionet në Kosovë që janë, edhe si familje na që na kanë këtu. Kena jetu për tyne. Edhe sot është e drejtë tyne. Ai ka familjen e vetë këtu, normal, ai ka qef nesër kur vjen këtu me koni kënaqur me familjen e vet. Edhe familja që jeton këtu me koni kënaqur që ka çka jeton, ka frikë, ka jetë, ka. Kto janë ato. Respekt, faleminderit shumë. Faleminderit për ju. Amin inshallah. Gjithatë mirë. Gjithatë mirë. Albin Kurti. Amin inshallah. Faleminderit.